pushtet proporcional. Ta në puna lojalitet, kam pas dhe parësis në përgjithësi, dëmon, në rregull është kjo pjesë. Unë po plas për diçka tjetër. Po më lejove që të kuptoj artikulimin tim si e pata. 700 voçi, nuk mundet me nalë një kryeministër për besh nuk është argument. Argumenti shumë i fuqishëm. Shiko, na që që menojmë, Halili, Orbi, Ajtjeti, okej. Që që menojmë psikën tonë, po në kuptimin juridiko, politik dhe kushtetues, asnjë dallim nuk është. Jeni krejtësisht barabartë. Se cili deputet që betohet, jep do certifikimin është e barabartë me ty, si me ata, si që i ka 500.000 vote. Absolutisht para zote dhe para ligjit. Kush po e thot ju? Lema të sharaj Unë mundoha me artikulu. Ka shkaktu problem këtu. Është e vërtet që Blanko ka pas përkraje çdo herë. 10 po çdo herë. Sakt. Por është hera parë që një kryeministër e thirr Këshillin e Sigurisë Kombëtare dhe thot Serbia po ndryn edhe të deputet të tjerë. Më që po them kështu. Po ndryn të deputet të tjerë. Jo so harru, mos harro. Kjo është linçim direkt për deputetë të tjerë që po bashkëpunojnë me Radëçishin. Dhe njëjtit natyrisht që kanë shqetësim. Po pse është linçim, nëse kanë bashkëpunuar? Po linçim, kush ka bashkëpunuar Duda Bali me Radëçishin shemb. Po nuk e di, për shembull, kush ka qenë në komision për AKI-n këtu? Arbi. Kushtrim. Domethënë di diçka pak më shumë. Por pos këto e quhen mosvullnet. Domethënë mosvullnet me zgjidh një problem, pra qëllimshëm taktizim, atërim një pozicion shumë certifikuar se ka bashkëpunuar. Ishte kontrovers. Njëherë the po bën taktizim Albini, tash po thoni që një deputet e ka marrë Amushi, tjetrën e kanë tut ka pas frikë nga serbët, kush po taktizon për këto? Po taktizim në rast se Kurti nuk e ka mundësinë me pas veç pak. Nëse ka mundësinë, nëse ka Jo, po të kuptoj nëse Këshilli i Sigurisë Kombëtare me fol për deputet. Po e ku e dhe fidan që s'ka ndoshta argumente... Ata nëse ka në den... Po prandaj për pyesim se ju jeni deputet, ju keni qenë komision. Se të me thonë kush është deputeti që bashkëpunon me terrorista, që dini, që kanë 8-9 për servicë listë sërbe. Kush janë tjertë? Po mirë dhe... Kryeministri duhet me dalë me fol. Unë këta e quaj taktizim për me largu pikërisht nga pozicioni politik, mundësinë që më bëj qeveri me 61 vote. Kjo e determinon. Fidan. Kthena në pikën 0. Fidan e tha Orbri në fillim. Ose një koalicion të madh. Ju s'pe kuptoni sepse keni të paçartë çka po them. Ose s'po doni me kuptu. Ose jeni të orientuar me thonë në drejtim. Se politikën e gjatë dhe e dini fort mirë se ç'është bën këto punë. Me pas vullnet Albin Kurti kushtrim. Për 24 orë të kryen 10 minoritete serbe dhe bëhet qeveria. Problemi është ai nuk është interesuar me kry punën me këta. Kjo nuk është vërtet. Është e pavërtet. Çish mundet me kohë? Kjo është një pavërtet. Jo. Është e pavërtet. Çish mundet me pavërtet. Ne kemi Adem Hoxha ka shkuar në AK angazhim maksimal me taku secilin deputet që realisht nuk i vjen Adem Hoxha sa ata keni 6 veç me tani se vjen. Kështot, është shkoni fare me Duda Balin e tjerë deputet i kemi taku, kemi pranuar edhe me bo ministre. Edhe Duda Balin. Ministre keni pranuar? Kemi pranuar me ministre. Vrami ka thirrë Këshillin Kombëtar ka thënë rrezik. Jo, veç pak, kemi pranuar ato. Dëgjoj. Unë menoj që këtu është ndodhur diçka për herë të parë. Këtë minoritetet më herët ju kanë bashkangjit. Tash, mund me posë vullnet politik, në deputeti ose deputete, cilët unë nuk muj me paradžiku. I kini vequ Emilin edhe këtë tjetërin, e këtyre tjerëve s'ju kini dhonë kur gjo. Asnjëherë. Unë i kini në nëshmu. Nuk po doni mi përcu drejtat dhe kërkesat e tyne të lehtëshme, që tu problemo ove. Po, më falë kushtrim se këtu u tha diçka shumë e të mërshme. Që tu të shërgoj unë e qka. Nëse njeri i cili bashkëpunon me Radojqiqin, që kolgonët tona ndjekin për terrorizm, dhe certifikohet si deputet, dhe për to më lidhët Këshilli i Sigurimit, kjo ju fajson juve. Po na, a kena kërku mos me certifiku listën sërbe? Jo, këtu s'ko lidhë listën sërbe, këtu ko lidhë deputet e pakisave jote. Na ka lidhë listën sërbe kretet. Nëse këta e kanë ditë, kanë posë informata të AKI-s. Pa e kanë thonë mërë edhe e kanë certifiku. Kjo është haram ju koft juve. Se kjerë informatën AKI-s, kush po Dili kanë zoni qytetarëve. Deklarime zyrtare Kurti ka pas. Qartë u dalë thive, lidhë Këshilli i Sigurisë, për shkak se Radojqiqi po i bëncon disa deputet pakistave jo serbe. Që këtu kollio. Dhe kjo është problemi kryesor se kanë reaguar deputet tjerë. Shtet demokratik, parlamentar demokratik. Këtu ka procedura. Kryeministri Kurti, pra i cili në baza ditore merr të dhona prej agjencisë, po e themi që dihet publikisht.
Pra, nëse